puna që lejohet të punohet duhet të jetë halal. Pra, jo çdo punë është halal. Janë disa punë që janë haram. Sado profitabile që t'jenë, ato janë të ndaluara për ne. Prandaj nuk duhet të joshemi pas tyre. Ajo që duhet na josh është fillimisht begatia e punës sonë. Dhe ajo që garanton begatinë e punët tona dhe në jetët tona është puna e lejuar, puna halal. Kështu që çdo njeri dhe çdo eri, por dhe çdo besimtar në përgjithësi, para se të kërkojë punë duhet të interesohet se ajo punë a është e lejuar apo nuk është e lejuar. Në qoftë se janë të vetëdijshëm dhe kanë mjaftueshëm njohuri për t'i dalluar punët e lejuara nga punët e ndaluara, atëherë i përmbahen sipas asaj që ata përzgjedhin. E në qoftë se nuk kanë njohuri të mjaftueshme dhe nuk janë të vetëdijshëm, atëherë i referohen hoxhallarëve të tyre në mënyrë që t'i kenë të qarta këto çështje, nga se kriter bazik dhe kushtëzues i punësimit në Islam është që puna të jetë halal e lejuar. Pastaj prej kritereve plotësuese është edhe ajo se duhet puna të jetë e përshtatshme me aftësinë dhe mundësinë që ju e keni. Pra, çdo kush e din aftësinë dhe mundësinë e vet se çfarë mund të punoj. Andaj është e udhës që punën t'ja përshtat aftësisë dhe mundësisë së tij, sepse kësaj përpos që do ta ndjej punën, përpos që do të kënaqet duke e punuar atë, edhe do të përshtatet me atë punë më së miri dhe njëherët puna do i bëhet më afatgjate. Nëse në rastet kur nuk ka përshtatshmëri mes aftësisë dhe mundësisë sonë dhe mes punës që ne e punojmë, atëherë ato rezultojnë të jenë të përkohshme, torturuese dhe nuk do të ndjejmë kënaqësinë e to. Pastaj për kritereve tjera është që të jetë mjaftueshëm profitabile, nga se nuk është në synimin tonë që të punojmë e të mos fitojmë. Ajo mund të bëhet si hobi, kur i kemi të garantuara pra gjërat elementare të jetës, apo edhe mund të themi se jemi të pasur. Por kur bëhet fjalë për përmbushjen e përgjegjësive elementare të jetës, atëherë duhet kërkohet një punë e cila është edhe profitabile. Normalisht profitabiliteti duhet shikohet fillimisht që të jetë halal, pastaj ajo është sipas mundësisë dhe sipas marrëveshjes që bëhet me punëdhënësin. Pra kur i kemi parasysh këto tre kritere bazike, e para kushtuese dhe këto dy të tjera plotësuese, padyshim se do të gjejmë një punë të përshtatshme, të kënaqshme dhe profitabile.